Mikaeli. Në ç'kuptim fëmijëria? Në kuptim. Kishte të drejtë Nietzsche kur thoshte të gjithë jemi të çmendur. Domethënë, ai e thoshte në ana filozofike. Jo, po. Dorë edhe ti çmendur je? Po patjetër. Shiko, çmenduria, ne jemi duhet ta pranoj dhe unë që jam e çmendur dhe Erioni që jemi të çmendur. Unë jam psikopat fare, me çfarë thuati? Por ne jemi të dalur apo lër. Ne kot përpiqemi të mbajmë veten, po kemi dalur totalisht. Domethënë të gjithë jemi të predispozuar kundrejt kësaj gjëje. E vetmja diferencë është që në mekanizmat e problematikave që ndodhin në personë që kanë probleme të spektrit të shëndetit mendor është që kalojnë përtej dhe nuk kthehen. Domethënë e kalojnë fazën e logjikës dhe nuk arrin dot pastaj. Është vërtet fije peri ajo gjëja apo? Jo, vërtet, shiko, kur më fal për fije e peri pyet atë. Fije peri është të parë kanë thoshin që mendja është një kokër gruri. Po, sa do të thosh? Ka të bëjë më shumë me funksionimin e përditshëm. Sa këto çrregullime ndikojnë në funksionimin e jetësor të përditshëm. Sa e dëmtojnë këto funksionin e jetës. Që do të thotë, sa zgjasin ankthi, sa zgjat një humor i ullët. Ka njerëz që mund të rinë me javë të tëra brenda në shtëpi dalin. Po, pikërisht, këto njerëz duhet ndihmuar, duhet kërkojnë ndihmë. Këta janë njerëz të cilët, nëse nuk e kërkojnë në momentin e caktuar, mund të marrim me shkallë. Ideja është kur është që sqarojmë ata që po na ndjekin. Domethënë, nëse kemi diabet tipi ullët, tipi mesëm, tipi lartë, dhe kemi smundje mendore. Kush është tipi ullët i smundjeve mendore, tipi mesëm dhe tipi lartë? Që t'i ndajnë pak. Pra, ka që të thjeshtësuar sa ju po e bëni. Ta kuptojnë publiku se... Po, e kuptoj. Ka afate kohore edhe intensitet të simptomave. Në qoftë se zgjatë çrregullimi... Një fëmijë me probleme në fëmijëri, çfarë simptomash jep? Simptomat e para e ka shpjeguar Adler, që është një nga baballarët e psikologjisë dhe analitikës infantile e fëmijët. E shpjegon në një libër pak të vjetër, të 73-shit, por që janë ende bazat dhe unë ju sugjeroj të gjithë prindërve ta lexojnë njëherë. Të parë se të bëjmë prindër, duhet ta lexojnë, pastaj të bëjmë prindër. Dhe ai thot një gjë shumë interesante. Fëmia thot lind me parimin e gjithçkaje dhe nuk e bën dot diferencën në një gjëje kundrejt një gjëje tjetër. Pra nuk zotron mekanizmat për të kuptuar çfarë stresi, lodhja, depresioni. Këto thot e merr përmes reagimit të prindit. Që do të thot fëmia ngarkohet nga prindi. Kur prindi është i ngarkuar. Eksakte, pra transmetohet elementi i stresit, i lodhjes, i depresionit. Pra unë do të thoya stresi është minimalja, se e vuan gjithë. Shkalla e dytë është depresioni, pastaj kalohen në faza... Ankthi, kriza dhe panaka. Faza klinike. Eksakte, pastaj aty është doktoresha që është më e qartë. Thotë një gjë tjetër, që kurse lind një fëmijë, donuesit e parë janë prindrit e tij. Pse? Sepse, domethënë ai, si thua, o do jetë me fat, që ka lindur në një familje mbreti, në një familje ministri, në një familje artisti. Po çfarë ministra nuk i risin vetë fëmijët,